33 ish zyrtar kanë përfunduar në sitën e SPAK gjatë vitit që lan pas për vepra penale si korrupsion, shpërdorim detyre apo shkelje të barazisë në tendera. Nga ana tjetër, SPAK ka arritur të hetojë edhe 2 organizata kriminale, një bilanc ky pozitiv sipas kryeprokurorit të SPAK, Altin Dumani. Subjektet e procedimit penale janë inovator. Në rastet e korrupsionit, të ralla janë rastet kur është komunikimi drejt për drejt mes atit që jep dhe atit që merr. Krijohen disa persona juridik, persona fizik, transaksione. Pas një procesi dhe një zinxhiri transaksionesh, paraja përfundon tek autori i veprës penale, te zyrtari publik. Me gjithë kornizën kushtetuese që u ofron prokurorëve mbrojtje, kreu i SPAK nuk e fsheu presionin që sipas tij vjen nga politika e media dhe kërcënimin nga krimi i organizuar. Prokuror të prokurorisë së posaçme apo dhe gjyqtar apo dhe hetues të prokurorisë së posaçme, të hetues të Byros Kombëtare të Hetimit kanë qenë objekt kërcënimi nga apo kanosje nga krimi i organizuar. Gjithmonë më tepër të raste po bëhen më të shumta dhe më shqetësuese. Dumani thot se nga ana e qytetarëve është rritur besueshmëria ndaj SPAK, që është përkthyer në numër më të lartë të kallëzimeve, por referimet nga ana e institucioneve lënë për të dëshiruar. Fakti është që ka një ulje të numrit të referimeve nga institucionet shtetërore. Po marr institucionet të rëndësishme, në termin doganat apo tatimet, që mos kenë një rast, 5 raste, 10 raste për të referuar në SPAK. Besoj që niveli i korrupsionit nuk është zero në tatime apo në dogana. Kryeprokurori SPAK kërkon ndryshime ligjore për të realizuar edhe ekstradimet e personave që janë në tagrin ligjor të këtij institucioni. Ta shtetas janë shqiptarë, janë akuzuar, janë dënuar apo janë në proces hetimi për vepra penale që kanë bëjnë me krimin organizuar dhe që prokuroria e posaçme në Shqipëri ka kompetencë, ka jurisdiksion për këto vepra penale, vlerësojmë se do të ishte e përshtatshme që edhe ekstradimi i këtyre shtetasve drejt autoritetet të huaja të ishte në kompetencën e prokurorisë së posaçme. Kreu i SPAK kërkoi edhe një herë që prokurorët e posaçëm të kenë mundësinë për të rikandiduar, gjë që po ashtu do të sillte ndryshime ligjore. Në fund, ai u shpreh i lumtur për 40 hetuesit e rinj që do t'i bashkohen Byros Kombëtare të Hetimit, duke e çuar numrin e agjentëve në 100.